Armando Cungu i premton besnikëri vllaznis deri në fund të kontratës së tij. Ai refuzoi shumë oferta në janar për të zgjedhur Shkodrën dhe sërish të njëjtën gjë bëri edhe në ver, kur i tha jo ekipeve të kreut. Së fundmi, emri i tij po lidhet me postin e trajnerit kombëtar së 21 vjeçarëve të Shqipërisë, i cili është bosh, por Cungu thot se ka detyrime me vllaznin dhe do ta respektojë deri në fund marrëveshjen. Nuk e di, kam një kontratë me vllaznin, jeni të bindur që do të më pëlqente ta respektoja deri në fund. E kam theksuar edhe sot edhe javën e kaluar, sido që shkojnë situatat Armando Cungu nuk kam mësuar me mu tërheq prej luftet. Do të vazhdoj luftën deri në fund, derisa as mund ta mendojnë drejtuesat, se kam thënë edhe rëndjen, se me drejtuesat mund të mendoj që unë nuk e kam bën punën. I ky Armando jam që kam kanë në ekipe tjera, ky që kam kanë prej janar deri sezoni që kaluam. Ky jam i 4 javëve të para, ky jam edhe i 3, nëse mund të thojmë dështimin në Thozë, nuk ka dështim hupja në Korç, sikurse nuk është turp barazësh me Gjirokastër. Duke u ndalur tek përballja e ditës së mërkurë ndaj Kamzës, Cungu vlerëson kundërshtarin e kupës si shumë të vështirë, prandaj kërkon angazhim maksimal të lojtarëve. Më intereson shumë dhe fokusimi maksimal tek Kamza herë, sepse është një ekip i cili duhet respektuar. Për mua është një ekip Superligë me futbollistë të cilët kanë adheruar dhe kanë kontribuar në Superligën shqiptare dhe kanë mundësi për të qenë pjesë Superligës. Kështu që është një ekip i cili nuk duhet neglizhuar absolutisht, por është pa aq i vështirë sa është edhe Kuksi, sa është edhe Tirana, sa është edhe Durrësi sot për ta mund. Kështu që duhet fokusohen shumë te ky ekip për të marrë rezultat pozitiv që ndeshjen e parë dhe për të pas garanci për kualifikim. Ndeshja e Kupës së Shqipërisë përballë Kamzës do të luhet ditën e mërkurë në orën 14 në Reshit Ruse.